Ka lojtarë që bën legjenda për trofet e fituar, ka lojtarë që bën legjenda medaljet e fituar, ka lojtarë që bën legjenda për dhuntit që kanë, ka dhe që bëhen pa vdekshëm për besimin se gjithçka mund të arrihet në këtë jetë. Kevin Keegan, ndroi jetë në moshën 75 vjeçare, ardh nga një familje qytet e varfër minatorësh, ku i atë ka qenë një minator dhe ishte veteran i luftës dytë botërore. I refuzuar nga shumë skuadra për shkak të shëndetësisë së tij. Punonjës në një fabrikë bronci në moshën 16 vjeçare. Si qoftë me këmbgulje, sakrifica, punë dhe shumë djerës, arrit t'ia dilte. 1971 Bill Shankly e mori tek Liverpooli, po ngrihej aso kohë. Liverpooli fitoi 4 titull kampion, 2 kupa UEFA, 1 kupë FA Cup dhe Kupën e Kampionëve 1977. Bill Shankly deklaronte, nëse do në shihni specialistët e futboll, shihni golin e tretë të finales së FA 1974. Kur gazetarët e pyetën, "Ma shpjego pak?" Shankly me zgjuarsi tha, "Morën pjesë çdo lojtar, secili bëri detyrën e tij, topi qarkulloi gjithandej dhe lojtari më i mirë shënoi." Ky është socializmi i futbollit. Dhe në kulmin e famës tij, pas ndryshoi futbollin britanik për shkak se i vetëm veshja, flokët e tij, kaçurela të gjata, pantallonat e gjëra në fund të shkurtër me taka për të rritur pak fshat lartësinë, meqenëse ishte i shkurtër, ishte ndër të parët që filloi të nënshkronte kontrata me kompaninë. U bë një kult në Angli. Kur filloi të ndryshonte futbollin anglez, në 1977 pranoi ofertën e Hamburgut. Hamburgu i famshëm asaj kohe, 3 kupa kampionësh, nuk kishte dalë Bayern ende. Pagoi 500.000 pound, që ishte sufishë rekordi gjerman për të marrë shërbimin e Kevin Keegan. Edhe atje shkëlqeu, sepse ishte vështirë të dashurohesh me lojtar tuaj, më tepër britanik, gjermanët dashuruan me Kevin Keegan. Fitoi 2 topa të artë në 78-ën, 79-ën. Një rekord historik ende që nuk është afruar asnjë britanik. Tek skuadra angleze ishte i pafat sepse gjeti anglezët në rënje sipër. 74 anglezët nuk kualifikuan në rënë botror, as në 78-ën, po ashtu as në 1976 në Europianin e radhës. Shënoi vetëm 23 gola. Kjo ishte karriera e tij futbollistike. Më pas menaxher, dhe nëse flasim Kevin Keegan dhe menaxher, nuk mund mos e lidhim në asnjë moment Newcastle United dhe Kevin Keegan. Qyteti që i dha shpresë, që i dha ëndra, që mori një skuadër në rënje sipër dhe bëri ndër më të bukurat simbol në fillim të vitit 90 në Angli. Newcastle ishte një ekip i cili zbaviste dhe entertainer, quhej në Angli, sulmonte, shënonte, përveç se konkuronte. Në sezonin 1995-96 ka qenë sezon më i mirë i Newcastle-it me Kevin Keegan në krye. Ishte 12 përpara në janar atij viti. Si qoftë humbin në fund nga Manchester United i Sir Alex Ferguson më pas. Kevin Keegan do mbahet mend për shpërtimin e tij on air, për përplasjen verbal që kishte me Sir Alex Ferguson. I would love it if you beat them. Love it. Ky është Kevin Keegan pa maska, i drejt për drejt, edhe kur lëndoi, edhe kur gëzohej, edhe kur mërzitej. Kevin Keegan tregoi edhe një herë rrugtimin e vështirë nga një qytet e humbur e Anglisë, i refuzuar vazhdimisht nga shumë skuadra që mund të arrijë gjithçka. Për më tepër, Kevin Keegan ka qenë pioner jo vetëm në lojtarët e parë anglezë i cili migroi jashtë ishullit, por ka qenë pioner sepse gjërat që bën Beckham fillim viteve 2000, pa filluar t'i bënte Kevin Keegan në vitet 70, të parë që nënshkroi kontrata komerciale, u bë imazhi disa kompanive dhe sigurisht ishte dashuruar me parat, por asnjëherë në dëm të futbollit. Kishte arsye që nuk kuptoi edhe skuadra angleze kur mori drejtimin e saj nga 99 deri në 2000.
sepse Anglia ka filluar të humbi si nga stili i tyre britanik. Është thjesht stili britanik. Sakrificë dhe krenari. Nuk rrallë të kuptoj lojtarët e sotëm se si futbolli mos mund të jetë në vend të parë. Sigurisht ke kontratë komerciale, sigurisht je imazh kompanisë, por gjithmonë topi futboll në qendër për Kevin Keegan. Pra shitet si evolucion. Kevin Keegan i cili ka qenë lojtar më të thjeshtë, më dashur, i vetëm spikati se si u ngrit nga u ngrit deri ku arriti, por vijonte edhe pse ishte ikon, edhe pse ishte kult, edhe pse ishte shumë i pasur, edhe pse ishte mes aristokratëve, ishte drejt për drejt i thjeshtë dhe i sinqert. Për më tepër dhe njëherë, tregoj se gjithçka është e arritshme me shumë mund, shumë djersh, shumë sakrifica. Ndaj dhe do mbahet mend ndër më të mëdhenj e gjitha kohërave në Angli. Aq për sot.